bafshin, pat mirë. Një tjeta lulzim. Të një tjeta për Mirë se erdhe. A je mirë? A lodhe nga ban. Ja nga qi. Tjeta ju. Mirë do vajtë. Mirë. Shokën projektus, Lulzim Luari. E po prit. Prit. E po thata të pres të shkretën. Pse ka që ngutur miri? Do bëj dhe një rrugë Rudin. Prap në Durrës? Prap, në Durrës, kjo është puna jonë. Si që ke nisur ti do ta marrësh një ylltar. Ja moj përka këtë. Mirë, po t'gjohë këtë Rudin. Urdhro. Mos e pej gjë për tefi nëse dali unë këte. Këte i kaluan të dy. Jene këtu t'i palë. Po, inxhinier. Po sa herë të kam thënë more djalë të vesh të pushosh. Po, do të mësojnë këta apo jo, inxhinier? Me e vështira akoma s'ka filluar. Mos haro tunelin. Unë duaj që sektori unë të mos kritikohet. Se vetëm ti do në nëzirësh nga situata? Ha? Mirë, inxhinier. Dëgjoj palë. Mos më thirr me inxhinier. Në emër të thras ashtu më thirr. Si më thamë? Inxhinier për tet. Ç'ton ndjen? Mirë. Jemi, Genci. A shikoni këto? Kanë filluar të dallojnë defektet në tegelat e makinave. Hegimi, ç'na thua? Shoko inxhinier. Ha. Ja, kjo këtu. Po, Nuk është shumë e rregull. po, ashtu. Po ti Genci? Ja, edhe kjo këtu, inxhinier. Po. E shikon pal. Kjo këtu nuk është hiç e mirë. Mirë. Vazhdoni punën. Në ja verga shtëpia ke marrë. Po. Si janë mirë? Gjyshit bën shumë të fale. Po t'jetë burr inxhinieri, vjen me gjithë familje këte nga Bjeshkët dhe bën lejen e zakonshme. Ka drejt gjyshi par, po si bësh punës. Dërguan një fletë kalandrojë të rishtas. Pse? Sepse ishe me defekt. Propozimi që e Nikollës dhe mua mu duk me vënd. Ja pash skicën. Kanë filluar të lexojnë projektet. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Shoku Dali. Ore po qeti aeroplan, kur vati kur ardhëm, dërba. Tani sa erdha. Ju asolla projektusin që pristin. Shoku në gron? Jo, atë quhen në lulzim. Duhet takuar. Mirë, shkoti, për pak vim dhe ne. Inxhinier për tefi. Unitari. Lulzim Luari. Sarde Lulzim. Urdhro. Ul. Faleminderit. Shoku agronim ka folur shumë për ju. Me agronin një e mirë. Kemi punuar bashkë në disa hidrocentrale. E fejuara. Studente? Jo, punëtore në nërmarrjen artistike. Po martesë. Sa të paroj punë prej këtej. Ajo dëshmite një letër për ju. Mos ma vononi burrin se kemi pas fejës të gjatë. E zban me uj pilafi. Një se erdhe një. Mirë se gjeta. Dali Bulko, brigadieri ynë. E kush nuk e njeh deputetin e hidrocentraleve. Njuni, pal tjetëri, saldator. Gëzohem pal. Me siguri jeni vendës. Nga Valasi, nga Bjeshkët. Dhoma mirë inxhinier, a? Shumë mirë. Por do jam takon mu. A shiko, sa ti është këtu, je mik i yni. Më gjellë të cigarën po të më. Mirë, Dali. Po keni ardhur mysafir bre. Mirë, tani vrapen klub. Shoku Dali, kanë dalë do libra të reja. Shko, shiko librat.
Miraç. Erdhe tamam në Kopal. Po, më thanë se kanë dalë libra të rinj. Urdhra. Edhe mua një. Faleminderit. Ç'kemi pranë? Isha me inxhinierën e ri, ka ardhur për projektin e tubacione. Ditën e mirë. Kusurin pan. Mos haro të enten, ditrinën e vajzës. Po, më tha dhe për tefi. Hajde ditën e mirë. Miraç. U bëra vëndrita. Ti sigurisht do vish më shpejt. Pa tjetër. Miru pafshim. Miraç. E inxhinier, po shef? Që ka rritur diga bërë sa një mal. Mire, the inxhinier. Një mal i tërë. Kurse më kujtohet 7 vjetë më parë. Këtu nuk isha sruk makine. Edhe bukën e sillim nga qyteti me mushka. Nërsa tani po na torget në të turbina. Dy pikë 81. Dy pikë 82. Mbaruam shoku Lulzim. Pikrisht, sakt, Edhe ju po I marrni inxhinier. pa tjetër zona. Tu do monton tubat e qelikut, prandaj duhet saktësi e madhe. Ashtu është. Kujdes ti ema se na dogjët. Ruaj ju nga dita tjera, sa ato provlojnë. Inxhinier, ju fut e vallës, ë? Hajde shkot mbar. Faleminderit, punë të mardjem. Dunja tjetër. Pal, mos vonon mbrëmje. Jo, nuk do vonohem, se kush e duron dritën pastaj. Pas ka ecë puna mjeshtër, po kujdes se dogje dynjan. Filloni ti pastroni që sot. Dakor, inxhinier. Miso. E Lulzim. Për tef, këtu sapo të vendosen 3-4 segmente duhet bërë me njëherë betonim. Ashtu do na pengohet procesi saldimit, inxhinier. Të paktën në 7-8 segmente. Kështu që saldatorët nuk do të humbasin kohë duke pritur betonimin. Më falë për tef, po nuk mund të thyej normat e parashikuara nga shoku agron në projekt. Megjithatë, projektet na duhen shpejt. Po projektet janë. Unë do të bëj vetëm kalkulime, llogaritje e kaq. A herë inxhinier llogarit, se ne duam që kjo të bëhet jo vetëm sa më shpejt, por edhe sa më lirë. Po pse ne jo? Shoku Dali. Po? Unë mendoj se një vepër si kjo, shpenzimet nuk duan shikuar as kusht. Por çun, mos ta dëgjojnë punëtorët se na gjejnë belaje pastaj. Betononi si për tavanin. Kam lexuar një material në gjuhë tuaj ku thuhet se këto makine japin fund të nxjisë ujrave në tollësit mal. Aha. Na ka rastisur shpesh të injektojmë sasi të pallogaritur solucion çimento në të çarrat e malit. E po në fundit, pa këto makina të mëdha dhe të fuqishme, as që mund të mendohet ndërtimi i hidrocentraleve. Ku ka arritur shkenca, teknika, ha? Po, ç'nuk ka pjell mendje njeriu. Megjithatë inxhinier, tek ne hidrocentralet I ndërtojnë zemra. E djerë sa e mira një. Ashtu. Po, Hajde, të tregoj. E shikon atë shtyllë tensionit të lartë, vjetë tufani e shkulli. Pra përmbytje. Ne mjetet teknike kishim plot, po ato nuk I ngjiteshin dot malit për pjetë të ngrirë me akull. Pra njerëzit ju qepën shpatit. Usulën të gjithë, militar, me thonjë si të në fjallës, dhe ngritën shtyllën.
Pra njerëzit shpëtuan në vepër. Shoku Dali më falni, jo më keq kuptuat. Ti me siguri ke dëgjuar për to. Po ne i kemi jetuar ato ngjarje, prandaj i kujtojmë dhe flasim me emocion. Inxhinier përfunduam. Këtu i keni gjitha të dhënat. Këto këtu janë galerisa. Po. Mirë. Faleminderit Zana. Nuk do shkojmë ke drita, inxhinier? Te drita. Nuk do shkojmë ke drita? Shkoni, unë do të vi më vonë. Mirupafshim. Mirupafshim. Ditën e mirë. Shëndet. Mira, do më bësh një ndër, dua një direkt me hidrocentralin. Të shikojmë kërkesat njerë. Me dursi. Ke fat Blerta, vetëm një lajm thirrje që nga me Faleminderit hidrocentrali. shumë. Ju lutem shumë se jemi në urgjencë. Alo? Moj shoqe, të lutem shumë, interesohen se nuk dëgjohet. Ju lutem, ku shkoni? Do flasim me babin tonë me hidrocentralin. Cili nga ju Gjergji? Leri, Teuta, se është familja e Daliut. Merë këtë lejmë. Alo, babi, si e? Të kam gjanë, kur do vish? Qysh ma fali sekond se kam i porosi. Alo, babe, si jeni? Shpesë Mirë. Jo, baba, kam i porosi për ty. Jo. Blerta? Shumë mirë, po ti? Si? I more biletat për turizëm? Po, besoj deri në atë kohë projektin e kam mbaruar. Ç'të bësh? Tani të gjitha të lashet në vetën ty. Po jam me punë këtu. Po ti si shkon? Nga shtëpia si ke mirë? Po ata të miti ke parë? Bejo të falat gjithëve. Miropafshim. Natën. Po ku, moj ku? Mirë. Mezi e gjeta, urdhra. More perte. Po çfarë të kërkova unë? Po jam. Po kjo është sot buke, more perte, fe ndrite, sot e ndrite, na mbaj. Po di unë se ku e vetë ja feqan. Zana hapi pak derën. Drita pali është. Po, falja, hajde. Hajde, palje. Gëzuar ditëlindjen pra me. O, sa gjë e bukur, mi se erdhe. Mami, si që ka thënë të gjipar. Urdhër. Po të ke qenë mami. Po pse harxuar o O, fal? që është ajo fjalë, gëzuar ditëlindjen e të bëhet 100 vjeçe. Faleminderit. Hajde urdhro. Urdhra, ulu. Zërba. Ulu, palje. Sa të përgatisu ndarkën ti mos u mërzi. Ri bëj shoqëri palit se sot na kënaqe. Po kjo. O, që thua ti kësaj? Tani që duhet jap shembullin e mirë një shoku se si duhet ndihmuar grua, ti po me galoja. Po kjo. Po që puna kështu, unë jam gati që tani. E shikon na erdhë forca të reja grua. Faleminderit pal, po mjaft e kemi për tefin për nga Teresa. Hajde nisu tash. S'ke ç'i bën. Sa e bukur që janë ka, shumë e bukur. Këtë vërë këtu. E shikon? Po, e di.
Roxana, ç'kuptim ka fjala relike? Ç'të kujtua pal? Shiko, nga dole këtu tregojnë kovaçanat që mbeten në muzera si relike. Tregon shtëpia e vogël në Tiranë, e vogël si ka ikë. Po ja, këtu merr kuptimin e një diçkaje që ruhet si kujtim. Dhe me kalimin e kohës merr vlera të reja. Pëlqen poezia pal? Unë me çifte lidhe këngë jam rrit. Ka lautar që dim përmendesh me mira vargje. Hajde këtuar! Hajde Lule! Ja. Jesë bërshë! Hajde ana! More! Po të panin, more! Ku se kërkuam? Se gjetëm e se gjetëm? Ja ku është pali? Ku? Ku janë? Hajde! Hajde në kamin të Natën e mirë. Ishte fronti vërtet. Jemi, Përse nuk shkruan poezi? pse kollaj të shkruash poezi? Pastaj vargje shkruajnë ata që dashurojnë. Gjimi leri kunjat. Ti bëj se duash vëlla, po mos harro se kam rregulluar me shokët të bëjmë një dhuratë me peshë. E po zgjatë shumë. U prishet mendja atyre të bëjnë një dyzyn me pjata dhuratë dhe e mbyllin këtë muhabet. E po natën e mirë. Natën e mirë. Her. Po ti pal. Ore, po flej apo nuk flej, inxhinier? Po ka kaluar mesi natës bebu. Kush po flet? Tamam ti që ke punuar ditë e natë. Projekti i shinave të tunelit për turbinën e parë. E pas keni mbaruar? Jo plotësisht. Ky është vetëm një detaj në krahasim me pjesë të tjera. Ndite. Të rritë nera. Po pjesën tjetër, kur do ta mbarosh, inxhinier? Po vjen rradha e tubave çelikut. Ka ca vështirësi o vëlla. Po kërkojnë ndim Daliut. Ai inxhinier nuk është, po ka qenë në 5 hidrocentrale. E di si është puna pal. Këtu nuk është fjala për përvojë, praktik. Këtu duhen kalkulime, llogaritje. Unë thash gjane mos. Daliu per tefi, mundi monte. Kafja. Unë mbar pal. Erdhe që erdhe inxhinier. Nuk të besoj, e? Prit. Për ne mos ki hall. Qentinat marrin fund që sonde. Ja dhe betonimi u bë. Tuneli pre tubat e çelikut. Jo, more pal. Ka mall tjetër. Galeria pranë më duket më e përshtatshme për tubën. Oh. 13-11. Mirë. 13-12. Ngrije pa. Ngrije pa. Ja pëke. Në rregull? Kuota në rregull pak majtas. Kuota në rregull pak majtas. A, për te, si vete punë atyre 3-4 segmenteve bashkë? E studiova të punë. Po?
Makinat injektuese të betonit mundet të përdoren shumë mirë për betonimin e 7-8 segmenteve njerësh. Ndoshta edhe më tepër. Shumë mirë se ka spret prandaj. Mirë, po na pengon kryesori. Çfarë? Galeria A është e papërshtatshme për futjen e tubave të shelnikut. Jo. Rruga ande shumë e prishur. Dize. Vemi shikojmë bashkë. Për ata erdha. E shikojmë mirë bashkë. Vazhdoni punën ju. Deri këtu s'më duket edhe aq keq rruga për te. Shkojmë më tej. Këtu qenë ka ngushtuar. Po. Po ka mundësi zgjerimi, apo jo? Nuk është vetëm zgjerimi, Dali. Por kthesat e forta. Po. Pastaj pendenca. Këtu është vështirë të kalojnë. Pesha të rënda me dimensionet të mëdha. T'ja themi lullëzimi sa më parë. Punë mbarë të gjithve. Mbarë paq. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Si e? Mirë, faleminderit ju mirë. Sa mirë se erdhe për tef. Helulzi. Edhe ca ditë e projekti do t'jetë gati. Më falë. Faleminderit sa po shojte. E di si është puna, Luvzim. Galeria që është saktuar për futjen e tubave të shelnikta është e papërshtatshme. Nuk ju kuptoj. E kam fjalën për në galerina. Aty ku bëre matjet. Tamam ajo është përsaktuar në projekt? E di, por terreni aty ka ndryshuar shumë tani. Transportimi i peshave të rënda paraqet shumë rreziqe. Kurse në kushtet e reja galeria C është më e përshtatshme. Rruga është më e shkurtër dhe më e mirë. Unë nuk kam ardhur për rrugët këtu. Kam ardhur të detajoj projektin. Segmentet i marrë në dorëzim të gryke galerisë. Çështja duhet parë në tërësi, Lulzi. Dhe është një çështje shumë serioze. Ai kuptoni që ky mendim mërson tërë punën e bërë deri tani. Dëgjoj për tef. Unë kohën e kam të llogaritur. E di, Lulzim. Kryesorja tani është turbina. Drita. Mendohu pak. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Në atë rrugë mërdial është vështirë. Vërtet që ne jemi mësuar të ecim rrugë pa rrugë, si thatë ju. Por tubat e qelikut janë shumë të rënda dhe shumë kaba. Po pse u staloni, rruga e Gurorës mos është më e mirë? E Gurore mërdial ngarkojnë gurë, e jo makineri. Unë them se ne mund t'ja dalim kësaj pune inxhinier. Fol Fatmir. Ne kemi transportuar një vinç të rënd në rrugë të tilla që nuk kalojnë as dritë, si thon fjalës. Dale, po bëhet bishti më rënd se si e pari. Vinçin vërtet e transportove ti. Por rrugë tjetër atje nuk kish, dhe ai duhet shquar atje brenda 24 orëve. Secili nga ne do ta kryen atë punë, e jo vetëm ti. Dhe tani nuk ka rrugë tjetër, Xhaloli. Këtë do thoshe që në fillim, se nuk ka rrugë tjetër. Megjithatë kthesat duhen parë. Ato duhen forcuar dhe zgjeruar. Drejtus. Të më thënë, po zgjerohen kthesat? Nuk ka rrezik. Nuk ka rrezik. Faleminderit shumë, Xhaloli, faleminderit shumë. Lana, prit, merr mushaman. Hajt, faleminderit e miru pafshim, Xhaloli. Ja tjeta. Lulzim, hajt se po çajun. Vërtet. Ja tjeta Fatmir. Hey, Fatmir.
Për të Haluzi. sa mirë që u takuam. Tani sa po ndave me Gjalonin, me Fatmirin, me tjertë, ajo pendenca e më the thash nuk është gjë. Prandaj mos u shqetëso. Dëgjoj, inxhinier. Do bën një mirë të vinje ta shikonje vetë rrugën. Unë them se do bindesh. Mor shok. Ai kupton se kjo kërkon llogaritje dhe kohë. Dhe t'je bjem shkurt. Lulzim Luari nuk ka ndërmend të futet një punë e tillë për më tepër këtu rrugë. Mos unë zë. Se gjithë një kështu me këm të para. Propozimi ka lidhje me njojën e terenit. Ne po të na shpjesh në mes të natës dhe me shëmbyllë razi, gur më gur ecim. Si thua ti Blerta? Fol Blerta. Fol. E keni parë shokun Dali? E gurore e ke! Po! Sokol, e ke parë shokun Dali? Bëjmë mjedhi. Në sallë? Po. Shnet, faleminderit. Hajde mirë pas. Shoku Dali, shoku sekretar. Më fal. Shoku Dali. Ju lutem që janë të ndryshime që më kërkon ka që papritur në projekt. Mos ungut, mos urmeot janë. Ti e din që gjatë ndërtimit të kësaj vepre të projektuar nga vetë ne, e që ndofta i ka të rralla shoqin në botë, nga përvoja e grumbulluar dhe vetë terreni, vazhdimisht kanë dalë sugjerime dhe propozime me vlerat mëdha, apo jo? Më falë, por ç'të ke që ka të shikosh galerin tjetër. Biroja e organizatës bazë partisë mendon që të llohesh, ta shikosh. E dim që ke edhe dasmë. Po t'jesh i bindur që nuk do të pengohet. Më falni shoku Dali. Nuk e kam aty fjalën. E po, elbete, njerëzimi, apo jo? Shoku Dali. Erdha, 1 minutë. Me ndërimin galerisë, ne evitojmë rreziqet, fitojmë kohë dhe ulim shpenzimet. Dhe kjo ka shumë rëndësi për ne, o Luli. Veçanërisht në kushtet aktuale, kur ne po e ndërtojmë krejtësisht me forcat tona veprën. Këtë mos e harro. Tani më falën presin. Luli. Eja tek unë sonte. Kam troft. Pim nga i gotë, rrim, bisedojmë. Mirë? Miraç. Lere brigadier, se nuk kemi nevojë për. Lec, kam unë nevojë për ju. Po kjo është tepër e rëndë për moshën tuaj, brigadier. Shiko. Orti çun, mos ke ndërmend të nxjesh në pension?
Po kjo është punë, më në palë. E punë është në gjërat më të bukura që ka jeta, po ec. Tu një tjeta, inxhinier. Tu një tjeta, shoku Dali. Ç'kemi? Ja, mirë. Si ven punët, inxhinier? Erdha të shikoj galerinë e re që propozuat ju. Aha. Reni, punë mbarë. E zana, e orçun, si ven matje? Oh, shoku Dali na falë si bumëre, mirë, shumë mirë. Ashtu dhe, ju lumë. Mbaruat, inxhinier? Mbarova, shoku Dali. Ashtu dhe. As bresim këtej, poshtë tunelit? Po, dalje është mafër këtej. Ecim këtej. Kantiere ka këtë të mirë. Pa bërë dy herë të njëjtën rrugë, del aty kudo. Ai miru pafshim. Punë mbarë shuna. Puna marë shoku. Ç'kemi beko? Si shkon? Erbede. Rotat tjetër. Të bukur. Shkojmë, inxhinier. Erdha. Miru pafshim. Si shkojnë punë të inxhinier? Si të më shoku Dali. Ndërimi i galerisë nuk e gje e pakët. Po mirë, çfarë halli ke? E di si është puna, shoku Dali. Galeria re më shqetëson për kohën e humbur, për shpenzimet. I kam bërë llogaritje disa herë. Kësh puna vetëm tek llogarit, Luli. Këtu ka kaq projektus, zbatus, punëtor të kualifikuar, që nga praktika kanë fituar një përvojë të madhe. Mos u mbyllën vetë. Këshillo me ta. Po. Kujdes më shok, më avash. Ashtu. Zana, po ti këtu. Kërkoj inxhinier për tefin. Shiko mos e ke te kantieri i lumit. O, kush na pas ka ardhur, po ti hajde më drenushe, hajde. Apo nuk e thash mirë palë. Iko e lisë shkulli rënjë tutje, lere vajzën të shikoj njerë, por ikun e thjesht saldatorve. Çfarë po riku, pa? Urdhro, Zana, urdhro. Kudo është do regjimi, Zana. Me të vërtet? Propozimet konkrete i ka bërë Pali, ndërsa unë kam zbatuar vetëm urdhrat e tija. Faleminderit. Presim tjetër. Më mirë shkojmë në këmbë. Këto ditë mbyllen portat e devinimit. Sa bukur. Gjitha e liqen do të bëhet. Pse jo Pal? Bukur. Po ne jemi prapa. Saldatorët gjithmonë tabel të nderit kanë qenë ti, pse ankohesh?
Projektet e sektorit ton po na bajnë pengesë. Nuk bën mirë që flet kështu për Lulzimin. Ai punon natë e ditë. Puna është se galeri e re duhet sqaruar. Pastaj çfarë ka i këtu? Dëgjoj zan. Në qytet ju keni rrugë të asfaltuara. Bie shi apo të borë, njerëzit esin në të njëjtën rrugë. Ne malësorët e kemi ndryshe. I bëjmë ose më të shkurtra ose më të tërthorta, sipas rastit. Në dimër për shembull kafshët me ngarkesë të rëndë, nuk i shohim në monopate shumë të pjerta, sepse bara e rëndë i gremis ato. Po si ka kjo me projektin tan? Sepse dhe kanë tjerë ish si rrugë dhe malësisë. Aty kush grop sot nesër bëhet mal. Një shteg që të nxjerr duhet ketë. Unë e kam vranë mendin për tubat, por nuk e di nëse do dalë gjë apo jo. Se nuk ja thua gjitha këto inxhinierit? Kreshnik, me matit që propozoi inxhinieri, korrigjimit e galerisë zë një volum më të vogël. A të kishë ndonjë gabim në matet e para? Shne, ti je inxhinieri. Nuk bëri matit nga pikat më të ulta, siç pëm ne, po mori pikat më të larta. Si vezë e famshme Kolombit. Është i zgjuar Lulzimi. T'ja japim? Mirë. Inxhinier, me sa duket ja hodhëm galerisë. Të mos smutemi Kreshnik. Nga do që të vërtitesh galeria dhe zgjeruar. Prandaj unë them të ngullim këmbë të galeria A. Si përfundim shok, këto diskutime mua nuk ma mushin mendin. Janë thjesht dëshira më shok. Nuk ka zgjë konkrete. Ne shpesh kemi biseduar bashkë inxhinier, por propozimet e mia ti ke marrë lehtë, sepse ngutesh. Dhe gjithnjë mbete robi variantit parë pa i lidhur me terrenin konkret. Nuk është të vërtet faktet flasin ndryshe. Si pas variantit të ri, shok, betonimi tubave nuk do të bëhet segment pas segmenti si që parashikuar, po si pas propozimit tuaj, inxhinier. Kjo është një gjë fare e vogël, mor, ti Luli. Ne hallin e kemi tek galeria C. Ti nuk shef as një mundësi ndrrimi? Jo, shoku sekretar. Unë e studiova galerinëse, edhe zgjerimi saj më duket i papranueshëm. Pak ja punë do të kërkonte kohë dhe shpenzime të mëdha më shok. Apo jo zana? Ashtu është inxhinier. Olo Kreshnik. Ashtu është inxhinier. Duhet të peshojmë leverdin e dy varianteve, shok. Afërsi shpenzimet janë të barabarta. Si për zgjerimin e rrugës, ashtu dhe të galerisë. Jo, të lutem. Shpenzimet për zgjerimin e galerisë janë më të mëdha. Të lutem, mos më ndërprer. Edhe po u zgjerua rruga prap ka rrezik. Se mund të sjellim deformime në segmentet e qelnikut dhe nuk ka mundësi korrigjimi në tunel. Kjo është rrezikshme. Dhe ka shumë rëndësi, inxhinier. Por unë mendoj që mund të ketë rrugë të tjera. E pa tjetër duhet të ketë rrugë të tjera. Apo jo më shumë? Kështu mendoj edhe unë shumë. Po në mbetën sytë të tavani galerisë? E pak. Unë, bashkë me shokët, kemi menduar. Po si kur të ullim bazamentin metalik të segmenteve. Ullja e bazamentit shmang zgjerimin e galerisë. Ne shokë, kemi mbledhur dhe kemi rrahur gjëre Po pali nuk e ka parasysh as diametrin, as mallësinë e segmenteve. Ullja e bazamentit do të na hapte shumë probleme, forca, pesha, tërheqja. Janë gjëra që ti di më mirë se unë. Ti mund të kesh të drejtë Lulzim, por propozimi i palit nuk është pa gjë. Ne më shok, shtu e kemi menduar. Bile jemi lodhur për këtë punë. Propozimi i palit më duket me vlerë. Po, e mua më duket se ky është shtegu që ne kërkojmë. Prandaj inxhinier Lulzimi, inxhinier Përteti, bashkoheni kokë me palin e me shok, e zgjidheni këtë çështje.
A i kemi të rejtë, më shokë. Unë me senator dhe një mendim shumë të mirë. Si kohë është mendim. Ja, prezidenti është. Edhe puna bëhet mirë, po duhet të nevoja e gjitha problemet patjetër. Megjithëse do Alo, Tirana, jemi një zërë centrali, ju lutem drejtorinë e projektit. Alo, drejtoria e projektit, jam Lulzim Luari, ju lutem kërkoj shokun agron. Lulzim, Lushi jam, Lushi. Po shoku agron nuk është këtu. Jo. Bëje rjedhën më të fuqishme. Nuk është Lulzim. Si? Ka shkuar në tunelet e Kurudhës. Nuk e di kur kthehet. Dëgjoj. Lulzim, shoku agron ka lënë porosi që projektin para se t'ja dorëzoj zbatimit duhet ta shikoj ai vet. Dëgjon. Po. E ke diskutuar me punëtorët? Aq më mirë. Mirë. Hiç mos ki mëra. Aj, kësë të mira, Lulzim. Një tjetër. E më lull, qëfar ka këtu për të fyrë? Jo kemi fyrë, Beku. Mendjen e kam tek propozimi I Palit. Do të na fusin të lashe. Vërtet mundet të nxjerrë të lashe, por propozimi më duk interesant. Ashtu është vëlla. Por kam frikë se këta zbatusit jepin shumë pas empirizmit. Kapin nga praktika. Si mendon ti? Mos ne gjithë projektuesve të tjerë punët na kanë shkuar vaj? Nga propozimet e zbatuesve, bile dhe nga shumë punëtor të thjesht. Në projektin e digës u bën sa e sa ndryshime, që sollën kursime me vlera të mëdha, bile dhe shpejtuan punimet. Nesër, shkojmë? Lulzim, kemi marrë bileta për çfaqje, do të vini? Ju faleminderit, shkoni jo. Unë do të punoj. Miru pafsh. Rizana si e? Qemi? Ata I ke pa? Jo. Hadi. Hajde hymë se kështë di kur vinë ata. Gjuna që nuk erdhen. Janë të Pertekit dhe Palit. E di, ata më ndërkuan. Bedele? Zana, kote zjatë punën me Pali. S'ka kuptim. Unë ndjej ti do vetëm në shtetja, apo jo? Nështë.
Hajde, Ndre. Jam barova. Hajdeni dhe ju të tjerët. Ju të dy do merreni me ndezjen e minave. Kuptuat? Po. Kurse ti Ndre shkollë mora Daliun bashkë me shokët. Mirë. Vazhdoni. Shoku Dali, vazhdoni më vonë. Kaloni para ju se erdhë. Në ballë kam mbetur vetëm Mirë, zjantar. shkon. Hajde rishok, deri në punë. O Ja, burin. e shikon, duhesh të nguar mirë se ka presion të madh. Hajde, në vonë e pastrojmë. Pse e bëni ndezjen e minave me fitil dhe jo me plasje elektrike? Formacioni shkëmbor është i dobët, më inxhinier. Mirë atë, mirë. Urdhër shoku Dali, ndiqe një. Po. Na shtoj të torrit nera. S'ka përse. More, po inxhinier Lulzin. Çfarë? Kur punonim atje tek beton heqe e pash, pastaj më humbi nga sy. Po ky çdo këtu. Mos ka ardhur për të parë vendin e seksionit të Inkës. Si? Minat! Minat i meza! Kusën për tem! Për tem! Qëndroni! Asgjë shoku Dali. Një kërvishje vogël. Po do na shante Blerta, more qunë. Ej, Harush, si e mirë. Po ku je marr Fatmir? Ja këtu. Po je marr burr. Si je? Mirë. Pa lagim, e? Patjetër do ta lagim. Kam darkën e lamtomirës. Po. Pa kapesh ti. Nuk të zën rrotat bëj. Darkën e lamtomirës? Aha. Po ç'është darkë lamtomirë? Po projektin e Marova, po, nesër nisem për Tiranë. Me këtë rast thash ta lagim një herë. Ajo. Na takon ne ta organizojmë këtë darkë. Do të bisedoj edhe me shokët. Të lutem, arsyeën e kam unë. Po pse? Martohem more burr. Martohesh? Atëherë ndryshon puna. E po, të trashëgohesh dhe jetë të lumtur. Faleminderit edhe në tangën. Të pëlqen? Një gjatë në Tiranë do të më shohësh ti? Patjetër. Unë të solla, unë do të shoj përsëri. Hajde mirupafshim. Mirupafshim. Ja. Më fal. Alo. Tirana. Jeni ju shoku kryinxhinier? Po, po. E pash projektin.
gjëra janë lënë për gjysmë. Po, për gjysmë. Një shembull. Ja 1 minutë. Në galerinë S janë lënë disa gjëra pa përfunduar. Çdo të thotë kjo është ideja Pertefit. Dhe prandaj e keni vënë ju në klapa se këto gjëra mund t'i bëj Pertefi vet? Si? Jo shoku Lulzim, nuk është mirë kështu. Sigurisht ai i bën, i ka të qarta, bile shumë të qarta. Po këto gjëra duhet i bëni vet ju. Ju kuptoj. Natën e mirë. Alo? Inxhinier, më vjen keq, po linja me Tiranën nuk punon. Faleminderit Marta. Natën e mirë. Nuk erdhën. Po, e shikoj, patjetër duhet vendosur prita. T'izolohet salla nga ujrat. Ko e keqe. Agim, largoni me njëherë ekskavatorin 4 metro kush. Makinat e rënda. Të njoftohet transporti për makinat e rënda që të mprohet pritra. Inxhinier, është prerë energjia elektrike. Brigada elektrike nga dishmëri të plot. Dhe të evitoj me njërë defektin. Nisu! Largoni, hapa, Qimento duhet dali, qimento. Kërkoni me gazineri. Çfarë ka ndodhur? Nuk e di. Po pjesë jena shpejt. Kala, shpërndër. Shpejt, kala. Forconi pritën atje me cimento. O burrani! Forconi pritën me ploqe betoni dhe kapo qeliku. Rike! Rike ti! O burrani! Kujdes! Rodino ku vajti? Qenë ka me palin. Ec edhe pak, ec. Pal! Që bëjnë kështu ore?
Për motopompat, brigadier, pa u futur në ujë nuk bëhet. Ece me pa. Ule! Ule! E ma tepër! Deri sa takoj kra ujrat, a merr vesh? Ule! Ec! Aty! Mos u shqetëso, zëna. Diçka ka, prandaj shkuan atje. Si është puna? Jam bllokuar tubat e motopompave. Drita. Ta thash një herë. Me kujtes, Pal! Me kujtes! Tubat i zblokova të gjitha. Gati janë. Kontrolloni kablin elektrik! Hajde. Jep. Kujdes. Jep. Ashtu. Tamam, mira. Takoni korrentin djema! Faleminderit. Vaj. Të marrë qikë gjaketën, si fajnë. Merre. Po me do prapë. Dale të shifa, këtë e më dale. Hajde një të zjanë, hajde. Po rri pra, se është turp. Maje, Pal, se të më ngrof. Hajde këtë gjatë. Hajde ngrohë. E shikon bas, nuk kanë shku të ndrohen e të flenë për po thahen. Tamam si partizanët në kohën pas betejës. Ko e habishme veç, me përbjek bash dy male, e me bajt sobe, me nalë drinin e me marrë dritën, pa i veç partia mundi me ban këtë punë e i kofshin fajnë. E ty të ljumë gojë. O bas, a i shikon këtë inxinjeri, ka u të gjatë për të bërë. E për e të nusje do të martohet. Aj për e hari kjo, pa thutur e frasin dasë. Po këllaj e punë, bat, s'kemi kohë për dasët. Unë do të nisem në Tiranë të takoj shokun agron për projektet. Për llogaritjet, bisedova me krye-inxhinierin. Ato do t'i bëj unë. Nuk është gjë e madhe. Jo për te. Unë do të kthehem. Projektin do të mbarojmë bashkë. Luli, kjo shenjë plaget ka hije, të bën më burro. Përkundrazi, në këshillin teknik ka shumë shok që e vlerësojnë dhe e çmojnë punën tuaj. Urdhër. Ju lutem, profesor. Shoku agron. Jo thatë fjalë shumë të mira në adresën time.
Në vërtet projekti nuk është i imi. Ai është i Dali Bulkut, inxhinier për tefit të palit. Nuk besoj të kenë detyruar. Ju kanë bindur. Kështu? Kështu, profesor. Këtu që në rëndzaten thelbi asaj që zgjidhja është e mirë. Plotësisht racionale dhe me vlera, sepse është mbështetur në mendimin krijues të shumë njerëzve me përvojë atje në vend. S'ka dyshim, vështirësitë më të mëdha ne I kemi ndeshur ti në tunelet, në penden e betonit ku çdo gjë ka një rëndësi të veçantë. Ju mund të shkruani për këtë fushë një artikull në revistën Projekti, një artikull shkencor. Ky hidroqentral është nga të paktit në botë në tipin e vet. Keni plotësisht drejt, shoku agron. Ti e di mirë se për shumë probleme nuk kemi gjetur përgjigje në literaturën botërore. E bëm duke u mbështetur në përvojën dhe me forcat tona. Revizionistët kënes për qëllimet e tyre armiqësore ndaj vendit tonë, në pretekste të ndryshme dhe absurde, gullën kam që ky hidroqentral të mos ndërtohej. Por ne u adogjëm kartët në duar dhe po e ndërtojmë me sukses këtë vepër mallështore. O, Blerta, përse nuk më thatë se ishe me të fejuar? Mirë se ardhët. Na fal Blerta që të vënu me këto punë tona. Hidrocentrali është I të gjithëve, shoku agron. E drejt, shumë e drejt. Për pak harrova. Kërkesa juaj u aprovua. Të miropafshim. Miropafshim. Të miropafshim, Lulzim. Miropafshim, shoku agron. Të miropafshim. Shkoj. Ju lutem një akullore dhe një arançat. Faleminderit. Hajde në ardi 5 akullore në ardi. 5. Luli, pas nesër nisem ja, nuk më durohet sa ta shikoj Sarandën. Luli, po ti çfarë ke kështu? Mua më duket sikur nuk gëzohesh fare që do ikim pas nesër. Blerta. Sikur ta shtyr. Çfarë? S'do me thënë kjo më Luli. Ne kemi zënë dhe vëndet. Ti ke mbaruar punë apo jo? Jo plotësisht. Si? Unë do të kthejmë patjetër në hidrocentral. Do me thënë kjo është ajo kërkesa që të është aprovuar. Blerta po prit, të mirë me vesh. Unë kam detyrime karshishove dhe kthimi im është I domosdoshëm, Blerta. Blerta, këto fotografi ti dërgoj të shosh më shumë kanë tjerin se sa mua. Këto bëhet një punë kolosale. Nuk kam kohë se do të shkruaja letra të gjata. Kur të vinë në Tiranë, do të flas për punën dhe shokët. Diga është një mal I vërtet, por ndryshe nga malet e tjera, ajo nuk është ndërtuar vetëm me kurrë, por me djerës, me ëndra, me shqetësime, me dashuri. Po, Blerta, po. Diga e dritës dhe e ëndrave. Luli.
Thank you.